Mbrëmjen e djeshme, Parlamenti i Republikës së Shqipërisë ka miratuar projekt ligjin e ri për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Ky ligj u jep mundësi qytetarëve që të rrisin vlerën e regjistruar të pronës së tyre me vlerën reale të tregut. Duke hyrë në fuqi nga 1 janari, të gjithë individët mund të bëjnë rivlerësim deri më 31 dhjetor 2026. Tatimi që paguhet është vetëm 5% e diferencës midis vlerës së re dhe deklarimit të pronës. Rivlerësimi mund të bëhet nga ekspert privat të licencuar duke përdorur vlerën reale të tregut ose me çmimet e referencës nga ekspert shtetëror. Individët, por edhe personat juridik, pra bizneset, mund të rivlerësojnë pronat e tyre duke paguar të njëjtën nivel tatimi prej 5%. Procedura e vlerësimit rrit vlerën e pronës dhe e bën atë të faktueshme në dokumentacion, duke ulur tatimin që paguan në shtet në të ardhmen dhe e bën pronën shumë më të leverditshme. Nëse po planifikon të shesësh ose të investosh, ky është një nga ligjet më të favorshme të viteve të fundit. A do të përfitosh edhe ti nga rivlerësimi? Nëse keni paqartësi ose pyetje se si mund të ndiqni këtë procedurë, na komentoni më poshtë. Për video dhe informacione rreth pasurive të paluajtshme, na ndiqni në Mare.